Kthehemi në studio me pjesën e dytë të dashur shikues e dëgjues, me pjesën kontaktuese drejt për drejt, siç është edhe emisioni, ku ju mund t'i bëni pyetje në numrin e telefonit +383 45 471 848 drejt për drejt në numër ose edhe në Viber e WhatsApp. Gjithashtu pyetjet tuaja mund t'i dërgoni edhe tek rubrika dërgo mesazh tek webfaqja jonë ose inboxi në FB, Facebook, edhe nga aty ne i marrim dhe i lexojmë qoftë në emër mbi emër, qoftë edhe anonim, shumicën e asaj anonim, kështu që mos nguroni t'i bëni pyetjet tuaja për çfarë do qoftë që intereson ju brengos fakte dhe doni ta dini si informacione apo si ta dhënë për temën ose edhe për Islamin në përgjithësi. Mirpresim telefonatat tuaja, mirpresim pyetjet tuaja me shkrim, presim mirëkuptimin, bashkëpunimin tuaj, si gjithmonë telefonuesit ose telefonuesit përgjithësi presim që të qëndrojnë në linjë derisa hoxha të jep përgjigjen e pyetjes paraprakë në mënyrë që mos ta shkëputim. Pra presim si gjithmonë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj në këtë drejtim. Jemi të hapur për telefonat, jemi të hapur për pyetje që nga tani deri në orën 21:30. Sipas nevojës edhe më gjatë. Nuk kemi para probleme, kemi zbatuar dhe në kaluarën thjesht për të dhënë hakun juve si shikues e dëgjues tanë të rregullt. Nëse nuk kemi telefonat, nisim rubrikën e pyetjeve nga rubrika pra dërgo mesazh nga të gjitha aplikacionet tuaja të mençura që sot i kemi në dispozicion. Nisim me pyetjen e parë, nëse Rezia thotë që nuk kemi telefonat ende. Hoxha nderuar, si t'ua bëjmë me dijet e tjerëve, përfshirë dhe familjarëve që po na arrejnë? Se na po e dim që ta pranojmë, por pa i lëndu, megjithatë pa i lëndu dhe pa ndiku kjo në lidhjen tonë miqësore e familjare. Në fund, qysh me mujt me ja ndalu rrenën fare. Ose kesh të qartë në lezim, apo? Po. Qysh me abo tjerëve që na po dim që po rreni, po pa ndiku kjo në raportin të familjare dhe qysh thjesht me i nal ata mos me rrejt më. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Normal, ku ti je besimtari, do thotë do të me kuptuar që është një këshilltare dhe do thotë është ndalon nga e keqja, urdhon punë të mira, edhe kështu me radhë. Edhe në rastet, në momentet kur jemi familjar, kur jemi të afërmit e tu, shet që do thotë nuk është një situatë në rregull, do thotë duhet me ndërhyje ose duhet me ndryshuar çështjen ndaj asaj situate. Do besimtari do thotë e ka do thotë rolin e vet edhe ndikimin e vet. Mirë po, e mira është që me pas mundësi do thotë mos me shkaktu tensione mes antarëve të familjes, sepse mund marrë kjo deri te shkëputja e lidhjeve farefisnore. Fillimisht do thotë me qenë sinqert në ato që e këshillon, në ato që udhëzon, sepse sa më sinqert që ti je, do thotë sa më sinqert që ti jemi në veten tonë, aq edhe më ndikues do të jemi tek të tjerat. Andaj do thotë kjo e para është që do ta kemi sinqerisht, jo me qëllim me poshtrua, jo me qëllim me nënçmue tjetrin. Edhe pse ai ndoshta gjendet në një situatë jo të mirë, me fjalë jo të mira, me vepra jo të mira, don kur mos e këshillon dikon do për me poshtrua. Që ka thonë edhe Imam Shafiu, ka thonë, nëse dikush ka thonë këshill publike, ka thonë nuk ka këshillu, po ka poshtruhe. Do thotë, kjo është shumë e rëndësi. Mundoh me këshillu edhe dhe mos me thonë para njëve tje, hajtë se qëra i po rranë, ose kur flet dishka me thonë, ti nuk thue, ti vetë gjithmonë rranë, mos me thonë para njerëzve kështu, se e poshtron edhe nuk ta merr tani këshillën tyje. Po do thotë kur ti je në vetmi ose kur ti je do thotë dikon që nuk e shet dikush, edhe e këshillon që mos më rrajt, sepse gënjeshtra është shumë e keqe. Gënjeshtra që ka thonë pejgamberi nuk ka thonë është nona e të këqijave, vazhdon sepse gënjeshtra do thotë vazhdon njeriu të gënjej në këtë dunjë derisa ta fitoj epitetin tek Allahu gënjeshtar. Rana është një ves shumë i ligë, një moral shumë i keq, një edukat shumë e keqe e besimtarit, që nuk përkon me besimtarin asnjëherë. Andaj, ajo t'ja është që ta këshillosh në formën më të mirë, duke i treguar se edhe me shembuj të ndryshëm se sinqeriteti është ajo e cila do thotë e çet njeriu në dritë.
edhe shpëton nga situatat në nërshme. Sot për fat keq, është bo do thot një opinion i përgjithshëm, them një adet i keq, që parajt nuk mund me shku për para. Ato në qovë në biznes, qovë do thot në pun tjera, jo be vëlla mund me shku parajt shumë për para dhe mund Allah e qënë bereqet. Po ti do thot, ty ta mërmenja që nuk shkuat me do se e ke zgjedh qatë metodë. Me ndresh njetin. E ke zgjedh qatë fondit, me ndresh njetin, me përmësut, me qeni sinqer në vetën tone. Do thot, na kemi plot edhe njerëz që janë publik, që janë do thot, kanë sektor ndryshëm të udhëheqjes, janë sinqer shumë, edhe kanë bereqet, alhamdulillah. Po, sukses shumë. Edhe biznesmen, edhe tregtar që s'lemon tregtia, kjo është ma theksume që thojnë parajt nuk ban hese, nuk shkon. Boj sinqer me Allah të qënë bereqet. Allah të qënë bereqet edhe boj do thot, ndoshta ta mërmeja që dikush ka përparu shumë, po Allah azza e len me rana nuk shko, e len me rana të ti dhe në atë moment sa që kur ja jep dhe hakën tani të ranës që e ka bo, e qëtë për tukë shumë. Edhe ti thu tani alhamdulillah që unë s'pas në rajt. Sikur që në kohën e Karunit, i kanë thonë, do shka në kohën ma të leksh një manin e ty, s'kam pos dije fort kur e kam po Karunit, i kanë thonë, na kesh dhënë Zoti që i ka dhënë Karunit, prej mallit, prej pasunisë, prej asaj krenarisë që e ka pas, dhe ka ecë, ka mendu që askosh. Kur e ka marrë dënimin e Zotit, ka shkatruar Allahu me edhe ka shëpit me pasunije, me tokë, me këtë, ka dhënë vej kanë Allah. Ka dhënë, mirë na, qysh na pështoj, sa begatish me pe Zotit që na pështoj nga kjo. Po, ose ata njerëz të mirë ka thonë mos ju gëzoni pasurisë të Karunit, se nuk është gatë puna e tina. Po, se e ka fitu me arrogancë, me dredhia, me të e luftu e pejgamberin e Zotit, edhe me të vërtetë nuk i ka shku gatë. Andaj do thotë njetë të jesh i sinqert. Dhe kur të këshillosh të jesh i sinqert, me të vërtetë njerëzit kanë me pranue këshillën. E mbi gjitha ajo një është me këshillue, ajo një është do thonë me udhëzu njeriun, me i tregu që kjo është e keq, që kjo është. E atër nëse e shet që domi ati gënjeshtarit, ati rënacakot, po është i madh tek tjerët, atër nuk është mirë me informu të tjerë që mi thonë, për shembull të vetë dikush për një person, ani pse ki familjar. Ti e manegjimi i kallëzue që është do. Dhe shka është njëre. Që lindin në pyetje, e din që është renta, mi amajmë shefta mi kallëzue që mund me pësu dikush pitinë. Po dhe, ma mirë. Mund të mi adhon hakon, mi këtë po mi adhon hakon, edhe pse do të ki taform. Mi thonë kënë tjera i mirë është, nështë ta njeri në shumë aspekte, i mirë është, po që tu mos hime të aptat. Se këtu do të thotë e ka marak me rajta, me gënjë. E kjo do të me gjithë metodë më të mirë, mundësisht do të thotë sidomos kur është në raportet familjare, do të mos me shkëput lidhjet farefisnore, sepse shkëputja lidhjet farefisnore është e ndaluar fetarisht nuk ban. Domos që përgjigje në fund për marrëm për pyetjen tonë të fund çysh me ndalu së gënjyri dikon. Thjesht po jam me dije që po ty apo me dije që edhe me këshillu me fjalë të mira, edhe do të thotë me i tregu se gënjeshtra, edhe populli thotë rana e kam të shkurta. Që më mirë kam gata me hez gjatë. Vazhdo me pyetjen e dytë, të dërguar me shkrim pra në redaksin tonë, nëse s'kemi telefonata, a do t'japim llogari për dukjen, veshjen dhe zhveshjen tonë dhe cila është llogaria jonë për ta? Me të vërtetë është tash sezoni i verës, është një sfidë në vetë. Kemi pas temë javën e kaluar, po, pikërisht për to. Është me të vërtetë duhet mban shumë tema për këto, duhet periudhë ndjeshme për gjithçka. Edhe një vëdesim shumë i lartë. Me të vërtetë ne nuk themi se njerëzit një prish keq, sepse alhamdulillah ka njerëz të mirë, ka familje të mira, ka familje sinqerta, ka motra sinqerta, ka motra ndershme, ka vajza ndershme. Edhe që ato që dalin që ashtu deshën, nuk i thojmë një lavire, sepse edhe ato do thotë kanë rrë prej reklamave të ndryshme, prej do thotë mashtrime, manipulime ndryshme, prej do thotë asaj se ka marrë keqja një hava, edhe që shto krejt po bojna, do thotë është bo trend, prej e trendit ka ra. Nështë të gërditën dikur, po, si? Nështë të gërditën po dhe dikur, po. Edhe do thotë, nuk thejmë ashtu mirë, po me të vërtet, zhveshja është një sfidë edhe është një problem, rujna Zot do thotë, nuk e di qysh kanë ftyrë, qysh kanë moral, qysh ka etik me dalë në gjendje me ecë rrugës. Qysh del prej shtëpisë vet, qysh del prej familjes vet, baba nëse ka gjallë, nona nëse ka gjallë,
ajo vajzë që është e re, është adoleshente, nuk e din, ai ma vonë do t'i bie ndërmend, ma vonë nuk do ta gjej veten çat gjendje. Mi po ka nevoja për me këshillu dikosh, për me udhëzu dikosh. Andaj çish nuk kemi pas përgjegjësi për ato kur Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar jo të rumi nga zhveshja, po na ka ndaluar që t'i ulmi syt mos shoqërojmë ato që është ndaluar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihim. Allah ka thuaj besimtarëve t'i ulin shiqimet e tyre. Thuaj edhe besimtarëve t'i ulin shiqimet e tyre. E mos flas wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Allah i ka thonë kur i ka porosit gratë pejgamber ka thonë mos u zhveshni sikur me atë zhveshjen e ignorancës. E me të vërtetë do të zhveshja nuk është civilizim. Zhveshja është degradim. Zhveshja është e kundërta e civilizimit. Zhveshja është do të kthim mbrapa. Sepse njerëzit ku kanë zhvesh veç kur nuk kanë pas tesha. Kur ka pas fukarallak, kur nuk e di çka është me mblu trupin. Mbulimi i trupit është bukuri për femrën. Është stoli. Është çudi të njerë kanë qenë zhveshur të mekanizmu vesh. Ka pa që shkon diçka. Po ashtu na po dojmë. Po, e kundër nëse dikush thotë, ju çka jeni të boçi po thoni veshnu. E ne po na ktheni do thotë në kohën. Mirë po ti apedin që po na kthen kohën e gurit. Kohën kur s'ka pas njerëz s'kan pas syn vesh hiç. Çat kohë ti po na kthen neve. Në kohën e ignorancës, kohën e errësirës po na kthen. Andaj do thotë me të vërtetë është mendoj që është një preokupim shumë serioz por neve si shoqëri se ka është të shkuë kjo rini e jonja, edhe pse mendoj që shpejtim që gra edhe motra dhe vajza ndershme ka ma shumë se çfarë ato që i shohim rrugës. Alhamdulillah. Ka ma shumë, sepse unë shpesh jam marrë një shembull, nëse një qytet ishe një 100, do në rrugës të ecë, zhveshur ashtu. Po qyteti nuk është me 100 vajza. Ka mira tjera. Ka mira tjera, ka familje që me 2-3 vajza që i kanë shpejt, alhamdulillah janë ndershme, janë sinqerta, janë nuk dalin do të thotë me zhveshje ekstreme, me atë tejkalim çdo situate. Andaj me të vërtetë është degradim i madh kjo. Mendoj që një rol të madh, një ndikim madh në shpërndarjen e kësaj të keqe, po e luajnë edhe mediat, edhe kanalet e ndryshme televizive. Do thotë sot çdo reklam. Pse është një pyetje konkrete për mediave. Pse ne që po thrasim në veshje edhe pse meshkuj po kritikohemi, domthon prirja mashkullosh me pas sa më shumë si botollakinë, për të kundrazi po thrasim për veshje, ata që po thrasin për veshje bëhen më të mirë se na kështu. Pyetje që lindi kështu me këtë vesh prej mediave që i përmendën, domthon po kontribuojnë jo pak me u zhvesh. Shumë kontribuojnë. Gjinia femrore. Po. Ata po janë më të mirë, na po jemi më të kështu. Jo, ata do thotë kjo i bjen, a di ç'i bjen. Përgjigjen e ka dhënë Zoti këta. Ka thënë Allah azza wa jalla kur ka fol për një kategori të njerëzve, për munafikat. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun. Ka thënë kur i ka thënë Zoti mos bëni fesad në tokë. Mos bëni çka ka thënë na jemi ata që të rregullojmë. Çka ka thonë Allah, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Ka thonë çata janë fesaxhit më të mëdhenj. Amo do thotë na do thotë ata nuk e dinë. Ka thonë ata nuk e dinë, po janë fesaxhit më të mëdhenj tokë. E sot është një kohë, jetojmë në një kohë që e mira do thotë nuk ka peshë. Me të vërtetë, fjala e vërtetë nuk ka peshë. Besnikëria nuk ka peshë. Ma shumë do të thotë i jepet hapësirë atij që ka të keqen, ma shumë i jepet hapësirë atij që rren, ma shumë i jepet hapësirë atij që manipulon. Mirë po, do të thotë ne njerëzit e mençur dhe besimtarët e mirë dhe njerëzit e mençur nuk i matin gjonat me këtë kanar. Mirë po e matin do të thotë me lirësinë në shpirtin e tyre që e kanë. E ai e din shumë mirë se kush është i mirë, edhe ai që thotë jam i mirë që bën keq, ai e din shumë mirë. Mirë po ndoshta ka ndonjë agjent caktuar, ndoshta do thotë është e psharak, ka qëllime të caktuara, megjithatë e din edhe ai që s'është mirë kjo punë. Mirë po do thotë e vazhdon atë gjendje. Po them i ka dhënë një hapësirë të madhe sepse ti e sheh edhe një reklam që bëhet nuk
nuk bëhet një reklam pa e pas një femër në aty, pa e pas... Se të njëra për reklamot femna, apo reklamë? Ashtu, interesant është shumë. Me ditë të thotë pjesa e grave, ose pjesa femërore e shoqërisë, me ditë sa shumë keq përdoren. Vetëm se keq përdoren do thotë me atë termin nën hijen e demokracisë, e tani duket që është emancipim. Amo nuk ka nënçmim më të madh sot, që i bëhet me çfarë do li, që i bëhet femrës, dhe femra sot është tamam një lodër në duart e matrapazve, në duart e njerëzve që kanë përfitime, do thotë mas pakti ajo fiton. Edhe do thotë keq trajtohet, edhe dhunohet, edhe psikikisht, edhe fizikisht, edhe shpirtnisht, edhe do thotë për përfitime të njerëzve. Andaj do thotë Islami është rruga më e mirë, dhe porositë e Islamit janë porositë më të mira që për me rujt nderin tanë, për me rujt integritetin tanë, për me rujt do thotë autoritetin tanë, personalitetin tanë. Allah në Zotë krejve. Në për profilin tim edhe në përshtoret e mia vendosi ajete kuranore në gjuhën shqipe. Thjesht si një lloj këshille, a bëj mirë apo jo, dhe pse nga njëherë marr komente jo të mira deri tek edhe tek sharjet për to. Jo, nuk ka problem, vetëm letjen do thot me një të udhëzimit, me një do thot më dhon njerëzve mësime, më dhon edhe vazhdo. Do në gjithmonë, pse dikush do të kundërshton, nuk do thot që ti do të mu step edhe mu kthim mbrapa. Ti vazhdon do thot rrugën, edhe dalin ka pak pengesën apo rrugë, dalin do që dojnë me ta deviju rrugën, ose dojnë me të penguën rrugë, po vazhdon rruga vërtet gjithmonë i ka pas të sfida dhe këto të lashe. Një pyetje që ka të bëjë me temën hoxh, thotë, a kemi hijret bashkohor, nëse po, cilat do të ishin shkaqet apo arsyet për një hijret të tillë sot? Allah ju shpërbleft. Amin. Dhe lutsin ose pyetjen. Po, është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, kur e ka shkruar Mekën, ka thonë la hijre ba'da al-yawm. Ka thonë nuk ka hijret më mas kësaj dite. Nuk ka hijret më mas kësaj dite. Mirë po, në periudha ndryshme, situata ndryshme, varësisht për situatës që është njeriu, do mund më të bëjë obligim hijreti. Për shembull do thotë nuk mundesh me shfaq imanin tënd, ta ndalon namazin, ta ndalon ezanin, ta ndalon do thotë veshjen, ta ndalon do thotë këta ti ndalon shkën fetare, gjë nuk mbetet tjetër përveç se me lënë atë vend. Andaj do thonë këtë rast për me shpëtue besimin tënd, imanin tënd, edhe pse mas pari do thotë pejgamberi nuk e ka marrë hapin e parë hijretin në misionin e tij. Hijreti don ka qenë don hapi i fundit ose alternativa e fundit për me pështu për atij zullumit të madh që është bë. Don i ka provu gjitha tjerat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me marrëveshje me ndryshme, don me bisedime ndryshme, gjitha i ka provu pejgamberi. Mirë po hijretin e ka pas opsionin e fundit. Andaj na do thotë valla pak si të kemi në ngushtim dikon, sidomos sot do thotë është se hijreti bëhet edhe për interesa dunjos. Që ka thonë pejgamberi, kush e bën hijretin për Allahun dhe për pejgamberin, hijreti është për Allahun dhe për pejgamberin, do thotë e merr shpërblimin. Kush e bën hijretin për ndonjë punë dunjos, apo për mu martue me ndonjë vajzë, atëherë do të për letra që atëherë hijretin e ka për çata çka e ka bën jetë. Do keq shpërblim sipas niyetit. Do në hijretin mund më ndodhe edhe për këtë. Mirë po ti nuk kish shpërblim tek Allahu, sepse hijreti që bëhet për me rujt dinin tan, për me rujt besimin tan, fen tonë, për me rujt jetën tonë, që kjo është shpërblimi tek Allahu azza wa jall. E sot do të thotë njerëzit nuk duhet me marrë çështjen e hijretit si çështje shumë të lehtë. Ne e dim ka pas shpërngulje të popullit tonë më herët do në Turqi dhe në vende të tjera andaj. Mirë po, për zullumit të madh. 98 prej serbëve. Edhe prej serbëve, po edhe koha e kralit kur ka qenë do thotë atëherë në masramjes perandarisë osmane që do thotë ne e dim se nishi Beogradi ka qenë i banuar me shqiptar, me musliman shqiptar ka qenë i banuar. Edhe do thotë kjo pjesa do thotë kjo pjesa që është prej vizë kufitare ka
Merdarja. Po, prej merdarës e tani ka qenë e banuar me shqiptar. Me dvejgjë, Edhe sot, po me dvejgjë anena. Edhe sot kush udhton anena i sheh katune do thotë kanë emna Shqip, opton. Unë vetë kom pa do kur kom multu anej katun kastrat. Do të ka katune e kanë shpërngu pe izullumit të madh. A mos sot do thotë sikur sot që është elhamdulillah është nuk po them është një situatë shumë në standarde të larta, siç është një si popull në aspektin material. A mos shumë lehtë është bë shpejti me lon shtëpinë tonë edhe kanë njerëzit në rrugë të mirë, kanë do të një jetë shumë mesatare, kanë të mirë, edhe lehtë e lënë edhe thotë po shkoj në filan në Gjermani apo në Zvicër. Pa kontrollueshme hoxha. Do një shpërngulje do thotë pa kur një farë qëllimi, pa kur një farë synimi. Një braktisje e vendit tonë do thotë kështu do me një mentalitet shumë tult, njerëzit do thotë kanë përjetuar gjona dhe më të vështira dhe nuk e kalon vendin e vet. Sot do thotë për pak pse një komoditet nuk e ki ndoshta më të mirë se sa dikush që e ka, do më njëherë shumë lehtë njerëzit nuk di, sheh njerëz me rrugë të mirë, me punë të mirë, me një mesatare, edhe do thotë ja shkova. A dhe është me të vërtet do shpërngulja mund më qenë e detyrueshme edhe sot, ndoshta kur shtrohet ty zullumi i madh, s'ki alternativë tjetër asgjë, edhe do të po rrezikohet identiteti yt, rrezikohet imani yt, po megjithatë me shpërngulja e pejgamberit çish ka qenë, çish tar fillim, do shpërngulje me një të kthimi edhe më i fuqishëm. Edhe me marrshkacet, po, edhe me marrshkacet edhe sebepet. Roli i emërtimit të fëmijëve në Islam dhe pse fëmijët thirren në Islam, dhe si thirren ata para Zotit, me emrin e vet, të prindërve apo të farefisit. Allahu shpërblet për përgjigjen. Kështu e kanë dërguar drejt për drejt, nuk pata mundësi as me redaktu ndryshe. Mendoj se ndoshta e ka për qëllim, do thotë që thirren para Zotit fëmijët në emën të prejaritës tyne. Po fillimisht ka lyp përgjigje kena dhënë llogari për emërtimin e fëmijëve. Normal, kjo është pjesë dhe pastaj tek thirrja shumë e rëndësishme, sepse me të vërtetë sot emërtimet e fëmijëve janë bë shumë çesharake. Unë shpesh na ndodh në si xhallar, çfarë kuptimi ka filan emri. As nuk ta merr mendja ku ka mujt me gjetë atë emrin atë. Në përçorë ose një tingëllim i mirë apëton, mos bëmi sigur ata thojnë do thotë qysh e thojnë atë shembull të kinë thotë qysh të rroplojnë tepsia që ashtu ja lojnë zim po ja lojnë emrin djalit më na largën atë kinës kemi tjera apo interesant do zakonisht mundohen me gjetë një emër nuk e intereson ka ndodhur rast ka pas që e ma vonë ka kuptuar që çaj emërtim që ashtu është keq shumë. Hoç ka me ofrik ka pas rast, ka thonë hoç ka me a mi andrua me dokumenta emrin se me të vërtetë do të ish emon që e ka dëgjuar pe një hoxhës, ish emon që kish kuptim të keq. A moktina ju ka do që po tingëllon mirë. Edhe emon i mirë, emon musliman, si ka po që s'është shqiptar, është i huji si emon, ka menduar që është musliman. Dhe kemi emna, mas pari emna do të thotë kemi të pejgamberëve të Zotit, shokëve të pejgamberit, dietarëve ndryshëm. Po kemi edhe emna me kuptim shqip që janë, që pse mos mi vendos. Me emnat që na i vendosmi sot, do të thotë as nuk kanë me ditë të armën dikush që a ku ke shqiptar, e as a ku ke musliman. Nëse javnon burim, për shembull emrin, e ka kuptimin shqip, burim. Nëse javnon agim, e ka kuptimin agim shqip. Amo do thotë një emon që nuk ka ku një farë lidhje, as me aspektin kombëtar, as me aspektin fetar. Me të vërtetë do thotë është, a duhet me pas shumë kujdes, kjo është e para çështje. E dyta do thotë që thirren para Zotit. Emërtimi para Zotit thirren mbas të emrit nanës. Do edhe ne do vend që këndohet edhe tallkini te vorret. Do thotë çështje tjetër, do puna e tallkinit. O filan e biri i filanës, kupton. I biri filanës, sepse kështu bëhet thirrja tek Allahu në emërtim të nanës, jo të babës. Po, ditën e gjykimit, a? Kështu kemi më thirrë. O biri i filanës. Allahu alem. Po.
Jemi në sezonin tyre edhe pyetjet janë kështu, nuk kemi telefonat, vazhdojmë me pyetjet me shkrim. A bët na këshilloni e rikujtoni për mënyrën më të mirë, më të drejtë të mundshme, e me sa më pak gjënoje organizimin ose mbajtjen e dasmave synetive me që jemi në sezonin e tyre. Përpara, me të vërtet, edhe dasmat, edhe ahengjet e ndryshme, edhe manifestimet e ndryshme kam pas kuptim. Dhe kam përqu edhe mesazh. Një farë jeshije. Po, një farë jeshije kam pas. Ju më kënaq njerëzit. Me të vërtet, une personalisht e prezentoj nga për darsma. As familjare që bohen, familjen rrethim atë gjanë që bohen me atë zhandrën e sodit që bohen dasmat, edhe din, mirë po në që ditem, si ka mundësi njeri ju me shkue në një vend, e me nejt, prej orës 8, e deri në ora 1, e 2, e do thot me nejt aty në karrik, sikur më ka një lidhër për karrike, edhe mos me pas mundësi me bo një laf me dikan, fare, sepse nuk len muzika, nuk len zhurma, edhe me pa gjithat cullakane, edhe gjithat zhveshje, edhe gjithat ato do të këshia, nasihat. Po, me të vërtet do të thotë është heron shumë. Është heron shumë, pastaj dasmat që mbo, i kemi rënu shumë familje tona me dasmat të tilla. Jo vetëm ata që i bojnë këtë formë, po edhe ata që thirren. Edhe ata që thirren janë ndert. Unë mendoj që ata, kur t'janis mos me shkuna për darsma që thirren këto, kime pa sa rahat kimo konë. Pse? Po, mas pari do të thotë kohën që ta hupin. Ka 7 orë do të me shku me nejt atë. Si do të si bander me nejt edhe me asë një laf, asë një muhabet, me prit kur ta qizë një kashore buk. Tjetra do thotë me atë zhveshje që e përmendëm. Pastaj do thotë hargjimet që bohen, për më bo gati ti për qatë dasëm. Jo mune, nëse ki vajza do të me shku të frezerka. Nëse do të thot djem, do të me blej kate, do të me bo ato, do të me lon paret. Mendoj që një familje e cila thirret në një darsëm, nëse thirret komplet familja, pa një 5-600 euro nuk shton si familje që e thirrën. Edhe pastaj do të me lon ato para aty tani kur shkojsh. E me të vërtetë do të thot dasma është bën një ngarkesë e madhe për këtë shoqëri. Lemo ato të këqijat e organizimet e format e organizimeve, me të vërtetë do të thot është një tmerr edhe është një katastrofë me ato që është u bëhe me dasmat dhe përgatitja e tyre dhe organizimi i tyre. Pyetja është personaliteti, më personaliteti është e njëjta përgjigje. Gjithatë harxhim që e bojnë, me dasmë, me 20-30 euro në darsëm me bo. Me ato të këqija që bohen në darsëm. Po nuk çon be Zoti bereqet. Nuk çon Zoti bereqet në atë familje, në atë qef bashkëtorë. Por që ata dhe ndodhin tani ndarjet shumëta, ndodhin probleme familjare shumëta. E tani normal që ty të dhem shpina shumë, kur ndodhin probleme dhe ndarjet se do të thotë mos me ta format, do një vajzë, një grua, do në menjerë më nda me burrin e saj. Edhe ti ke harxuar 20-30 euro për qatë darsëm, është me të vërtet njëri... Psikikisht njësë ngarkohesh. Psikikisht ngarkohesh, edhe do të hum balansimin. E hum kontrolën. Po, e hum kontrolën. Pyetja është edhe për sunetit njëjtë, do më përgjigje është në përkryjmë një obligim që është fetar është sunet, plus po bëjmë edhe darsma për çat suneti. Po, darsma po shkojnë bashkë. Po, ashtu manifestime çdo manifestim do thotë do të më qenë se edhe darsma, edhe këto manifestime tjera sunetia, gjëra tjera ke ime në shtëpi të re, do të më bëni manifestim a diçka, ke arrit ndonjë të arritur në jetë, ke do të më bëni manifestim, ke diplomuar, ke kry këtë punë. Do në me bo manifestime, ke në regull është. Kjo është bile forme falenderimit Allahut Azza wa Jall. Për të mira që ti ka dhënë. Po. Mirë po, do thotë, për që ata edhe këtu kanë edhe rregullat fetare. Për shembull, prej rregullave fetare në martesë është mas pakti do thotë me prej një dash kur martohesh. I thojnë velime. Do të manifestim që i thirr familjarët e tu, i thirr dhe akraballokun tan, edhe ja çet në darkë. Edhe shumë vallaj, edhe ma mirë kalon. Edhe ma let kalon, ma mirë ata kalojnë, ti ma mirë kalon, edhe ma lirë, edhe janë ma të knaqen.
Ka raste mu kur kam prezentu do në dasma që ndoshta me 1.000 euro një dasmë bukur të madhe, pse i ka bot 3-4 kurbana. Vje kur ndarsa me një dashë hoq. Po, 3-4 kurbana i ka bo dhe edhe do thot e ka përmbyll më të kënaqur një ndohë se sa që kanë shkuar që kanë prit do thot me orë për me hungur një copë të vogël mishi. Hajde inshallah. Përpjesën telefonatat tuaj në 33 45 471 848 në Viber e WhatsApp. Mos ngoroni, ne jemi këtu deri në orën 21:30. Pyetja radhës thotë kështu o gjendërëm nëse s'kemi telefonat, jo, kushtrimi thotë që nuk kemi telefonat. Si qëndron punë organizimit online për hapjen e bunareve në Afrikë, se kam dëgjuar që janë rana dhe se dikujt që i ka pagu 1.000 euro, me fotja kam dëshmu se asgjë s'është bërë në këtë drejtim, në emër saj që ai ka pagu. Të tillët a bën të lajmërojmë në polici dhe kështu edhe të shpresojmë edhe të shpëtojmë viktimat e radhës, apo t'ja lëmë Zotit të gjykoj ata për këto rana, për këto manipulime, këto mashtrime, sepse janë goxha shumë euro në pyetje. Pyetje gjatë për është kish i qartë, po. Po e qartë pyetja. Fillimisht ti me niyetin që ke bën, do dhe inshallah shpërblimin e ke marrë te Allahu. Me niyetin që ke bën. Edhe nëse ka ra para jote në dorë të atij manipuluesit ose keqpërdoruesit. E dyta, do të thotë nuk duhet të futen krejt këta njerëz që mirë me këta në një thes të përbashkët. Ka kanale që thojmë na zyrtare, ka kanale që janë vërteta, e që me të vërtetë do të thotë bëhet hapja e bonarit që ti e pagun, edhe do thotë dërgohen edhe foto, dërgohen edhe do thotë gjendja që shashte, ku po hapet, çka po sa po kushton, këtë dërgohen. Kush po përfiton? Po, këtë në rregull është kjo këtë. Do nuk bën me thonë se dikush ka mashtruar tash këtë janë gjashto. Okay. Po. Tjetra, do njerëzit që mashtrojnë me kësi raste, edhe e vërteton që me të vërtetë është mashtrim, me njerë që në polici. Me njerë do të lajmëroj që mos mashtrohet edhe dikush tjetër sikur ti. Njerëz matrapazat edhe manipulantit, edhe njerëzit që dojnë me përfituen kurriz bamirësve, kurriz njerëzve të sinqert që dojnë me ndihmue atyre që kanë nevojë, nuk duhet me ia fal as një minutë atë keqe që e bojnë. Edhe ti do thotë jo ndoshta edhe jo vetëm që nuk duhet me ia fal, po e ke edhe obligim do thotë që ta ndalsh atë keqe përmes organeve që janë kompetente për me ndalë edhe për me demolizu apo për me ndalu këta njerëz. Edhe një gjë tjetër, do thotë edhe tek ne ka nevojë për hapje të bunarave në vendet tona dhe do të më shfrytëzoj edhe te ne raste, edhe pse gjendjet ndoshta atje janë edhe shumë më emergjente, na përmendën ndryshme të botës, na për Afrika atje, do të ku na kemi pa do thotë që një katon një bunare ka. Ose do thotë xhami kur hapet xhamia bunari, do na të ketë lagje do të merr piçati bunare. Po me vërtetë është gjendje emergjente. Nuk thonë unë që bolli keni vendet tona e mos shkoni atje hiç. Nëse i gjon kanalet e mira, sigurta, patjetër, apo nuk ka problem. Mirë po edhe tek ne do thotë nuk është patjetër me hap ti një bunar. Te ne nëse kushton ta marr me 2.000 euro hapja e bunarit ose 3.000 euro me këtë komplet që bëhet. Nuk është patjetër ti më dhon 3.000 euro. Unë jam një 200, njëri do ne bëni një kontribut për bashkët, edhe do thotë e hapni një bunar, edhe merrni shpërblime do thotë vazhdimisht për atij bunari secili që ka kontribuar. Andaj do thotë ku të mush me bo hajër ban, fillimisht do thotë që edhe sadaka, ne e dim që sadaka ku duhet të jepet mas pari? Tek ta afër me çikije fukara. Tek ata që kanë nevojë. E pastaj shkon te më i larti edhe kështu me radhë. Edhe tek hapja bunaret, nëse është e mundshme edhe ka nevojë dikush që e din që ka nevojë këtu, mundsoja do thotë me një organizim përbashkët me njerëz të tjerë, mundsoja ta ketë ujin kë, pastaj do nëse këtu nuk kalon këto, atë shkon te ai, atëherë te ai, don rrugë për shfrytëzoj rrugët e hajrit që janë aty ku tipet mundësia. Ne vazhdojmë tutje me pyetjen e radhës. A bën të bëjmë dhikër në heshtje përmes gishtrinëve përderisa rrim në kafene ku ka alkool, por që ne në tavolinë ku rrim nuk e përdorim ata. Mos pari nuk ka të keqe me bë dhikër. Edhe në atë vend do të me gishtat tu, nuk ka të keqe me bë dhikër, por nuk është vend që i ka hije më kon gat aty. Po,
edhe që është dhikri, në zakonisht është vendi, shtëpia jote, është xhamia, është, ama nuk është mirë me gjinë muslimanin në ato vende gata, apëton. Hajde rrinë me një kohë, rrinë apëton, ka një takim me dikan, nuk ka zgjidhje tjetër, alternativ tjetër, mund me hi, apëton. Atëherë do të thotë, përderisa nuk është alkoholi prezent në tavolinën tonë. Po me gjitha ta shfrytëzoj do të thotë edhe vende tjera ku nuk ka alkohol, restorante tjera ku nuk ka alkohol, në mënyrë që t'jetë ma e mirë qëndrimi jot aty. Pyetja radhës ashtu, a duhet të falur 2 rekate namaz sunet vetë kur hym në ndonjë xhami për herë të parë, apo sa herë të hym në xhami në cilën do xhami që hym? Në disa medhebe, sidomos medhebin Hanefi, është do thotë me fal vetëm një herë kur t'jesh në xhami. Në çat xhami kur t'jesh vetëm një herë, sefte që ke iq atër i falë 2 rekate, ma nuk ka nevojë të dhe mi falë. Sartish. Po, sartish. Mirë po, sipas shkollave juridike tjera, dhe mendoj që është ma afër saksisë kjo, që çdo herë që hi në xhami që i jepet mundësia mi falë 2 rekate, që do nuk i gjeni moment të falë me xhamata diçka. Atëherë edhe don me qëndru në xhami ma gjatë, është mirë edhe mos mul në xhami pa i falë 2 rekate. Pejgamberi na ka përgjithë edhe mos ulni në xhami pa i falë 2 rekate namaz. Që nga më afër sunetit kjo. Mendoj që është më afër, kështu të veprohet. Alhamdulillah, për ditë më sjellën diçka këtu. Që nga cila mosh është obligueshme mbulesa dhe cilat janë kushtet e vënjes së saj. Nëse bën të na udhëzoni pak më shumë në këtë rrymë, Allahu ju shpërbleft. Pyetja ose pyetja. Edhe mbulesën, si farzi i Zotit që është sot, e ka kap moda bukur shumë. Këto do thotë është këshill për gjitha ato motra, ato gra që e vendosin mbulesën, pa marrë parasysh do thotë në çfarë niveli janë. Për arsye se është modernizuar bukur shumë edhe çështja e mbulesës. Fillimisht mbulesa është farz me argumente nga Kurani dhe nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do mos i ngani ata njerëz të cilët të ngjoma një ajet në Kur'an që thotë se mbulesa është farz. Ka jo vetëm një, po më shumë se 10 ajete ka që tregojnë do thotë se mbulesa është obligative. Kjo e para. E dyta do të çdo me dyshë këtu. Po, obligimi i mbulesës është do thotë atëherë kur vajza arrin moshën madhore, moshën e pubertetit. Në atë moment do thotë që e ka shenja të moshës madhore dhe futet do në këtë fazë, atëherë do thotë vajza e ka për obligim mbulesën. Pastaj do thotë mbulesa duhet të jetë, nuk duhet të jetë qëllim edhe pse ajo është zbukurim për femrën, mirë por nuk duhet të jetë qëllim do thotë stolia dhe bukuria që shfaqet para njerëzve sa më e bukur edhe sa më tërheqëse. E kundërta, mbulesa është që më shfaq para njerëzve sa më modest, sa më e përkushtuar, sa më e përult, sa më e thjesht. Kjo është qëllimi i mbulesës. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë një kohë kur do të shihni do thotë femra kasiyat ariyat. Ka thonë të veshura, të zhveshura. Këtë hadith kër e kanë komentuesit e Koranit, që duhet me pas parasysh vajzat tona, nanat tona, gratet tona, këtë hadith shumë. Ka thonë, ulemaja ka thonë, qka është për qëllim? Ka thonë, kasiyat ariyat, njona prej komenteve ka thonë, mendojnë se janë dveshura, në realitet janë zhveshura. Do mendojnë se janë zbulume, në realitet janë zbulume. Pse? Për shembull e ka vënë shamin, po është në pantollet shumë ngushtë. Është pantollet shumë ngushtë që ajo vetë shamin e ka mbi kokë tjera nuk dallon prej atyre që ecin në rrugë që janë pa mbulesë. Ose do thotë e ka vënë shamin, mirë po është do thotë në pallto të shkurt, në farmerka, në trinjerka, këto nuk janë mbulesë për me dalë jashtë. Mbulesë për me dalë jashtë është mantilli, do thotë është ajo gjilbabe që i thojnë ose ajo mbulesa, ani ti mundesh me vesh pantolla si femër, nuk ka të keq që i mban shtëpinë tane, arrin pantolla, arrin trinjerka, arrin edhe në shkurta në familjen tane, nuk ka problem.
Kur dilsh jashtë do të më qenë një mbulesë pak më e gjanë që ta përfshin trupin. E ka thënë çka kanë thonë ulemoja? Ka thënë mendon se i ka vesh teshat, me ka vesh mbulesën, në realitet do thotë ka dalë ose me të shkurta, ose ka dalë me të dukshme, në realitet ajo i ngjan aty që janë të zhveshura. E rujna Zot përveç që nuk merr shpërblim të mbulesës, e merr gjëna, do të jep edhe një imazh të keq për Islamin. Do në shpeshherë të hidhet mendja kur shën ndonjë motër me mbulesë, do më ndalen me këshillu në rrugë. I thonë motër, të t'ju Zotit, ki kujdes sepse që kjo nuk është mbulesa që kërkon Islami. Ndoshta nuk e din. Ose nëse e din, mos ja ho vlerën mbulesës që e bojnë motrat edhe nanat tona dhe vajzat tona. Atë mbulesë që e kërkon sheriati. Andaj do të me pas shumë kujdes, do thotë në çështjen e mbulesës, sepse mbulesa nuk është do thotë mod, nuk është do të ti me dalë me emancipume para njerëzve, ma kuptimin do thotë ma moderne, po qëllimi i mbulesës është do thotë me dalë ashtu që Zoti e ka urdhëruar. Mendoj që fillimisht me çon nga një urdhër, pastaj çish duhet të thotë. Edhe pse një motër që e fal namazin, edhe e ka mbulesën. Tash pse nuk i thotë namazin unë çish duon e fali? Po. Po unë 4 recita të dega, unë bi fali një 2 se më shumë s'ka nevojë. Ose bi fali 5, 4 apo më dokun pak. Nuk ka, feja ka rregulla. Edhe mbulesën e motor, i nanë, i vajzë, mendo se që ashtu që Zoti ka urdhëruar. Se ti për çata pe vendos mbulesën. E rujna Zot mos më dal me tesha që çato tesha që i vesh ndoshta një motër muslimane, që i thot vetes jam me mbulut. Çato tesha mashkulli mi vesh çat ngushta është problematik. E mos flasim do thot tek femra. Pastaj tjetra interesant do thot në shoqëni që përmendëm më herët zhveshjen, si dukuri shumë negative. Përgjithësi ma të veshën, ma pak, veç to me kuptu femrat. Pse me shkojnë ma të veshën se sa femrat? Në realitet, mashkulli ka drejt ma shumë u zhvesh se sa femra. A ti do thotë e shen një realitet tjetër, femra është me zhveshur rrugës se sa mashkulli. A ke pare i mashkull të dalë, do dhe më falë shprej me shkurta me brek rrugës. Edhe ata shka shkojnë ndeti, do dhe shumicën, do dhe të shkojnë ma gjata i veshin. Po. Ndërsa do dhe femra do me dalë sa ma shkur. Dhe që ta me mendu e gjdo motër, gjdo grue, gjdo femën, se është dikush të ta kurdis të këta. Është dikush do të fut në qitë grask, edhe në qitë në kanal të keq, do në dreqi edhe argat të dreqit shejtanat prej njerëzve dhe prej gjinve, që dojnë do të ty me të po ma keq. Pse? Se kur prishët femna, prishët shëshnia. Kur prishët do të thotë kjo pjesë e shoqërisë, atëherë do të thotë është prishë edhe shoqëria tjetër. Shkoj kombi. Po, shkoj. Allah na rujt, Allah na udhëzof, na forcof. Amin. Hoxha, Allah shpëbleft. Ne me këtë përgjigje në fakt për përmbyllin për sonte. Allah shpëbleft për çdo këshill, për mundin deri këtu, edhe do Zoti të takojmë edhe hera të tjera. Allah ju shpërblet shpejtëm. Juve fillimisht e pastaj tërë stafin e juve. Gjithë këtë organizim që e bani për këto këshilla që ipen prej hoxhallarëve të ndryshëm, lutem Allahun azza wa jall që të jenë dobishme për neve fillimisht, edhe për ata që na shikojnë e na ndëgjojnë. Inshallah takojmë hera të tjera në gëzime dhe në të mira. Sepse me të vërtet kë vend për mua ka histori gjatë, do të thonë me fillimin e këtij organizimi që është bërë qysh herë në 2008, jeni pjesë e udhëtimit, 2008 pjesë e këtij udhëtimi, e gjithmonë e një vetën shumë mirë edhe bile do thotë vim me qef edhe me plot vullnet që të takohem apo do në një farë forme ta bëjmë një mezhlis bashku me ata që i kemi pas. Edhe me Allah i rujt. Amen, bashkë inshallah. Ne për sonte mbyllim me kaq, me ditën e vërtetës vazhdojmë sot në javën e gjithmonë vazhdojmë të thonë që më litë presim, ne inshallah jemi për atyre që presim dhe takohemi sot në javë me temë tjetër, me host tjetër, ju qëndroni me ne do të qëndrojmë me juve 24/7 deri te kemi të radhës. Selam aleikum dhe mirëmbëjtje.